Unë i kam thënë të gjitha me këtë ngjarje, kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetuta e tjerë me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur, mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, sbashku me Filip Çakullin, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, i ndjeri, ku flitej për një shkresë, për një letër, të në mos gaboj të një pronari fitues tendri për një hidrocentral që kishte marrë me gjykat, jo nga ne, po gjykata ja kishte marrë një firmë kompani italiane dhe dhanë këtij për arsye që unë nuk mund të them, por vendimi i gjykatës do zbatuar, nuk kishte dyshim, dhe që ai thoshte, i shkruan në shkresë, i nderuar zoti ministër, për këtë vonesë që po bën 3 muaj pas zbatuar vendimi i gjykatës, sipërmarrja ime ka humbur 700 euro, shkruaj. Dhe fjalën 700 euro që Ilir Meta i thot Dritan Priftit që jepja zbato vendimin e gjykatës, Edi Rama dhe Filip Çakulli e transformuan sikur ky i kishte marrë apo po i kërkonte 700.000 euro kompanisë.